Mirëmëngjesi, gjithëve faleminderit që keni ardhur me përcjell. Është dita e fundit vërtet e procesit i cili zgjati kaq shumë, i procesit të gjykimit të 4 drejtuesve të ushtrisë qendrore të Kosovës. Njëri prej tyre, zoti Thaçi, ishte president i Republikës Kosovës, zoti Jakub Krasniqi dhe zoti Kadri Veseli ishin kryetar të kuvendit të Republikës tonë, kurse Recep Selimi, general i ushtrisë qendrore të Kosovës dhe udhëhoqi edhe grupin parlamentar në kuvendin e Republikës Kosovës. Këtyre njerëzve tashmë ata kanë marrë një ndëshkim të padrejtë, sepse procesi zgjati aq shumë saqë unë pretendoj dhe gjithë pretendojmë së bashku që u shkel e drejta elementare e njeriut, e cila mbrohet edhe me Konventën e Kombeve të Bashkuara, edhe me Konventën Evropiane të drejtave të njeriut, por edhe me kushtetutën tonë. E kjo është e drejta që personi të gjykohet në kohë të arsyeshme. Kjo e drejtë ma mërmenja që u shkel në mënyrë dhënshme, sepse janë bërë 5 vite 3 muaj që këta drejtues të ushtrisë qendrore të Kosovës mbahen të izoluar, edhe larg familjeve të tyre, e larg shtetit të tyre, dhe kjo është e para që dua ta them. Pra ka qenë një shkelje brutale e të drejtës për me pas gjykim të arsyeshëm në kohë.